Inflacioni në Shqipëri u rrit me 3% gjatë muajit maj, duke prekur objektivin e Bankës së Shqipërisë dhe duke sinjalizuar vazhdimin e presioneve mbi çmimet në ekonomi. Sipas të dhënave të Instat, norma vjetore e inflacionit u ngjit nga 2.8% në prill në 3% në maj. Niveli më i lartë i viteve të fundit, indikuar edhe nga zhvillimet globale, përfshir tensionet në lindjen e mesme. Megjithëse krahasuar me prillin, çmimet e konsumit shënuan një rënje të lehtë prej 0.04% në bazë vjetore, ato vijojnë të rriten, të nxitura kryesisht nga transporti, energjia dhe strehimi. Sipas Instat, rritjen më të madhe të çmimeve e ka shënuar transporti me 7.8% në bazë vjetore, ndjekur nga sigurimet dhe shërbimet financiare me 4.9%. Grupi qera, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera, si edhe argëtim, sport dhe kulturë, u rritën me 4.2%, ndërsa ushqimet dhe pijet jo alkolike me 2.2%. Kontributin më të madh në inflacion e kanë dhënë qerat, ujë, energjia, gazi dhe karburantet me 0.84 pikë përqindje, ushqimet me 0.76 pikë përqindje dhe transporti me 0.51 pikë përqindje. Në segmentin e ushqimeve, rritjet më të forta janë regjistruar te peshku dhe produktet e detit me 9.2%, mishi i freskët 4.2%, frutat 3.9% dhe produktet e mishit 3.6%, duke vijuar të ushtrojnë presion mbi buxhetet familjare. Rritja e inflacionit në 3% përkon me objektivin e Bankës së Shqipërisë për stabilitetin e çmimeve, por qëndrimi në këtë nivel mund të shtojë pritshmëritë për rishikim të politikës monetare nëse presionet inflacioniste vazhdojnë. Aktualisht, norma bazë e interesit mbetet në 2.5%, ndërsa vendimet e ardhshme do të varen nga ecuria e inflacionit dhe faktorët e brendshëm ndërkombëtar.